Shikoni gurët njerëz. Okej. Pra, miq, thash dhe njerë, unë nuk flas kot. Prandaj kur thot Ariani që protesta opozitës, nuk i ka ato që të shpreh revolt. Shikoni që kanë bërë horat. Sot protestat e opozitës janë vërtet protesta paqësore. Janë protesta paqësore, përveç se hidhen disa fishek zjarre dhe nuk hidhen as kundra policisë, kur ju e pat me sytë tuaj, thash dhe njerë, shqiptari më shumë se 3 ditë nuk mban mend, kur ju e pat me sytë tuaj, se sa tonelata gur u hodhën kundra policisë sa asaj kohe. Nga këta që sot janë në pushtet, që quhen rilindas, që quhen socialist, këta që predikojnë paqen, këta që predikojnë demokracinë. Vajti Rama foli në Spanjë, foli për demokracinë, foli si ta ruajmë demokracinë. Ja këta janë ata që ka ruajtur, që po ruajnë demokracinë sot, se si ishin këta kur qenë në opozit. Çfarë bën këta kur ishin në opozit? Çfarë bën prindët e tyre, gjyshtë e tyre kur ishin para viteve 90 në pushtet? Pra këta janë ata hipokritët që drejtojnë sot Shqipërinë. Miq, thash dhe njerë, unë nuk kam tendencë të mbroj Sali Berishën, por unë i bëthirje Partisë Demokratike, opozitës, të ndryshoj stilin, jepjani si që kërkojnë, si që duan ata, pra mos kini turp nga bota, se këta nuk patën turp në 21 janar të 2011, ku vranë dhe 3 ata që i sollën dhe i vranë vetë me dorën e tyre. Miq të dashur, një gjë, në vrasjet e 21 janarit, një gjë më ka bërë përshtypje. Flas për atë momentin që u vraj personi ke dera e kryeministrisë që ishte spektator porinte. Gjithmonë e pyes veten time, i them, për çfarë do ta qellonte policia atë person që kishte vënë duart kështu edhe porinte? Për çfarë? Kush ka arsyeja? 1 milion pyetje e bëj vetes time, policia të vret, të qellon, qofse ti kalon gardhin dhe hyn te kryeministria, mund të them që e vrau policia. Po si mund të vras policia një person që është 10 metra larg derës, ka vënë duart kështu edhe ri. Si mund të vras polici? Dhe polici më gomar tjetë, edhe polici më idiot tjetë, nuk të vret. Kupton. Pra, thash dhe njerë, në Shqipëri nuk ka tru më, se po të kishte tru, nuk e mbante njëri Edi Rama në pushtet, kupton. Po Shqipëria është vend lëpirës hipokritësh, dhe prandaj keni përfunduar ashtu, siç ka përfunduar Shqipëria me lugën e madhe, po e kanë gjithkohës bosh. Pra, gjithmonë e pyes veten time, dhe pse do ta vriste policia atë Miranin që ishte 10 metra larg derës edhe porinte si spektator, po shikonte këta të tjerë që i hitnin gur. Kush ka arsyeja? Askush s'ma do të përgjigjen, sepse s'ka përgjigje. Sepse ata janë vrarë nga vetë këta. Nga këta njerëz që lyen kokën në 20 janar, e lyen me bojë të kuqe. Por e pa që u doli e palara, e pa që se ishin transmetime live, e pa që doli Erion Veliaj duke lyer kokën me bojë të kuqe dhe than na doli gënjeshtra, por ta justifikojmë duke vrarë 3 të tjerë dhe të themi që i vrau Berisha ose ai Merumi Lulzim Basha. Sepse kjo është problem në Partinë Demokratike. Ata janë të pafuqishëm të justifikojnë, ta thonë që vrasjet i bën këta vetë. I don't care mo se do thoni ju është hetuar ajo nga hetus. Po jama hetusët e Dumanit janë o burë. Se një lloj si Dumani janë dhe ata ta asaj kohe. Parësi se ishin të tjerë, sot janë të tjerë. E kupton. Por Dumani janë prapë dhe ata. Duman kanë qenë. Imagjinoj unë sa koktrash janë ata që drejtonin prokurorin. Pra, do të them që në qoftë se krahason dhunën që bëri 21 janari me protestat që bën sot opozita, them opozita duhet të ndryshoj, sepse ai sistem që është sot merr vesh vetëm me dhunë.
Nëse opozita është serioze, duhet të organizohet t'ja jap të njëjtën monedhë siç e dhanë këta në 21 janar. Në të njëjtën monedhë drejt Skënderit, gurët drejt Skënderit, hujnët drejt Skënderit. Bjeni Skënderit me çfarë të keni në dorë, as mos u dhimbsen fare, sepse ata janë të njëjtit vrasës. Ata janë ata që në 21 janar të 2011-s vranë dhe njerëzit e tyre. Këta janë njerëz janë që përdorin dhe gas për arinj, për të vrarë, për të goditur Felix Bilanin, që ka djalë më të urtë se Felix Bilani, ka djalë më të mirë artist se Felix Bilani, ose ka djalë më të urtë se Auron Kalaja. Vajti Auron Kalaja dhe shau policin dhe polici, edhe të themi e shau, sa Auloni nuk shanë, por të themi e shau, e kupton. Imagjinoni çfarë bën këta në 21 janar. Imagjinoni sa gur, e tulla, e dru, e zjarr policia e asaj kohe. Apo ata nuk qenë birë nënash, ata ishin bira kurvash. Apo jo, se kështu e kini juve rilindasit. Hajde, ignorant, hajde. Miq, kaq kisha për sot, ishte thjesht për të rikujtuar dhe njerë dhe i bëj thirrje opozitës që të ndroj stilin. Nuk ka tjetër stil. Arian, unë isha kësaj radhe në protest, ika nga Italia, shpenzova 620 euro, hëngra gas e ujë dhe u ktheva. Në fakt isha pajisur me gur dhe hekur, po nuk Milan organizat e PD-s dhe ika i zgënjur. Pra, këtë duhet të ndroj opozita. Unë nuk jam për dhunë. Por në qoftë se policia e tejkalon masën, hedh gas, hedh ujë le të hedh, pa problem. Por në qoftë se policia hedh gas dhe gas për arinj, atëre mbajani me tull policisë, me çfarë të zërdora, me molotov, me benzin, edhe ti diqin të t'i bërin der Shqipërisë. Sepse ti del të protestosh, ke të drejtën tënde, ai nuk ka të drejtë të mbys ty me gas. Me gas, gazi është për arinj, jo për demokratët, jo për njerëzit opozitar që duan të protestojnë ndaj padrejtësive. Thash dhe njerë, kjo është zgjedhja juaj, mi të dashur, po unë po të isha drejtues i opozitës, i protestës, me dëshirë më të madhe edhe publikisht do ta thoshja, në qoftë se do na qelloni me gas, atëre do t'ja umbajmë siç e meritoni. Pra, çdo njeri ka drejt protestoj, edhe po hodh një fishek zjarre drejt kryeministrisë, nuk u bë qameti kur ata në 21 janar dogjen makina e dynjan, e plaçkitën dynjan, edhe vran, edhe plagosën. Vetëm për të vajtur atje ku ata e kishin qëllimin e tyre, për të akuzuar opozitën e sotme, opozitën e djeshme, për t'i akuzuar me namkën vrasës.